Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure Al-Alaq, ajetet nga 6 deri te ajeti 14. Kella innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Por vërtet që njeriu shkel çdo cak kur mendon se është i vetë mjaftueshëm. Në të vërtet kthimi është te Zoti yt. A e ke parë ti Muhammed atë që pengon robin ton kur falet? A nuk është ai robi ynë në rrugë të drejtë dhe që urdhëron për devotshmëri? Mendo nëse ai penguesi mohon dhe kthen kurizin, a nuk e di ai se Allahu i sheh të gjitha? Komentimi. Shkaku i shkeljes së cakut. Ajetet e kaluara flisnin për mirësitë materiale dhe shpirtërore që Allahu i ka bërë njeriut, një mirësi e tillë kërkon falënderim dhe bindje ndaj Allahut. Në ajetet që do të diskutojmë thuhet se jo gjithmonë mirësitë e Allahut e bëjnë shpirtin e njeriu të ringjallë, të falënderojë për mirësitë që janë dhënë, ato ndonjëherë bëjnë që njeriu të jetë arrogant, por vërtet që njeriu shkel çdo cak. Këtë e bën sepse e shikon veten të fortë dhe të pasur, i duket sikur nuk ka nevojë për gjë, kur mendon se është i vetë mjaftueshëm. Është në natyrën e njeriut kjo gjë, në natyrën e atyre që nuk janë rritur dhe nuk janë edukuar në shkollën e shpalljes dhe të arsyes, sepse ata e konsiderojnë vetveten të vetëmjaftueshëm dhe nisin të jenë kryelartë dhe arrogant. Ata as Allahun dëgjojnë, as janë rob të tij, as ligjet e tij nuk i njohin, as zërit të unit e të egos së brendshme të tyre nuk ja vën veshin e as janë zbatues të së drejtës. As njeriu e as ndonjë krijesë tjetër kurrë nuk do të jetë i vetëmjaftueshëm, por krijesat gjithmonë do të jenë nevojtare ndaj krijuesit. Nëse mëshira dhe hiri i Allahut ndalohet për një sekond, ne në po atë sekond do të zhdukemi nga faqja e dheut, ndaj njeriu ndonjëherë humbet në gabimin e tij dhe mendon se është i vetëmjaftueshëm. Interpretimi i butë i ajetit gjithashtu flet për këtë kuptim, e shikon veten të vetëmjaftueshëm sikur nuk ka nevojë për kënd. Disa janë të mendimit se ky ajet i aludohet e Abu Xehlit që në fillim të ftesës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij e kundërshtoi atë, por në këtë rast fjala insan ka kuptim të përgjithshëm ndërsa persona si Abu Xehli janë shembuj prej tyre. Sidoqoftë duket se qëllimi i ajetit është profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të mos ketë shpresë që njerëzit do t'ia pranojnë shpejt ftesën, por duhet ta përgatisë veten e tij që arrogantët do të jenë mohues. Gjithashtu duhet ta di se rruga është me ulje dhe se ta të pjeta është para tij. Më tej këta arrogant kërcënohen, në të vërtetë kthimi është te Zoti yt, sigurisht që kthimi i të gjithë juve është drejt Allahut. Në parim të gjitha gjërat e kanë kthimin tek Allahu, të gjithë do të vdesin e trashëgimia e qiellit dhe e tokës do të mbetet për qenien e pastër të tij, ata që bëhen koprac me të mirat që u ka dhënë Allahu, kurse si të mos mendojnë se kështu është më mirë për ta, jo kjo është më keq për ata. Ajo që kanë grumbulluar do t'u ngarkohet atyre në qafë në ditën e Kiametit e Allahut është trashëgimia e qiejve dhe e tokës dhe Allahu e di mirë ç'punoni ju. Që në fillim gjithçka ishte Allahut dhe se s'ka përse që njeriu ta konsideroj veten e tij arrogant dhe të vetëmjaftueshëm. Më tej flitet për punët e arrogantëve dhe të mendjemdhënjve, parandalimi i tyre për të ecur në rrugën e drejtë si dhe udhëtimi i tyre drejt rrugës së udhëzimit dhe të devotshmërisë. A e ke parë ti Muhammed atë që pengon? Më thuaj mua, a ka njeri që mohon robin ton kur falet? A nuk meriton një njeri i tillë dënim? Në hadithe transmetohet se Abu Xehli pyeti parin që i rinte mbrapa, a mos vallë Muhamedi e vendos fytyrën e tij në sejdë në tokë kur është me ju? Po ju përgjigjen ata, betohem në atë ditë që ne betohemi, nëse unë do ta shikoja atë, në të tillë gjendje do t'ja bëja qafën hi me këmbën time, tha ai. Shiko, ai është duke falur namaz, e orientuan atë. Abu Xehli kur e pa u nis drejt profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që t'i vinte këmbën mbi qafë, kur u afrua pranë, u largua dhe me dorën e tij dukej sikur largonte diçka. Kur e pyetën atë se ç'pati, ç'e gjeti që po bënte ashtu, tha: pa pritur midis meje dhe ti u shfaq një hendek prej zjarri, një pamje e tmerrshme, pash, flet dhe krah. Betohem për Allahun që shpirti im është në dorën e tij, nëse do të më afrohej, engjëjt e Allahut do t'ja bënin trupin copa, tha
tha profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Për këtë rast zbritën ajetet e mësipërme. Sipas këtij transmetimi, ajetet e mësipërme nuk kanë zbritur në fillimin e misionit të profecisë së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, por kanë zbritur kur ftesa për në fen islame bëhej hapur, ndaj dhe disa janë të mendimit se kësaj sureje në fillim i kanë zbritur vetëm 5 ajetet e para në fillimin e misionit, ndërsa ajetet e tjera kanë zbritur më vonë. Por gjithsesi shkaku i zbritjes nuk është as pak pengesë për kuptimet e shumta të ajetit. Në ajetet 11-12 për të theksuar më tepër thuhet: a nuk është ai robi ynë në rrugë të drejtë dhe që urdhëron për devotshmëri? A është e drejtë ta mohojmë atë? A mund të ketë dënim tjetër për këtë person përveç zjarrit të xhehenemit? Më lajmëron nëse ky person arrogant do të pengojë në rrugën e drejtë dhe do të pengojë në namaz e në devotshmëri. Nëse do të mohojë të vërtetën dhe të largohet prej saj, sa fat të dhimbshëm ka për të pasur. Mendon nëse ai penguesi mohon dhe kthen kurizin. A nuk e din se Allahu i shikon të gjitha veprat e tyre dhe i regjistron ato për në ditën e Kiametit? A nuk e di ai se Allahu i sheh të gjitha? Interpretimi në ajetet e mësipërme thekson se ky njeri arrogant duhet të mendoj të paktën një gjë, që profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është në rrugën e udhëzimit, ftesa e tij është ftesë për devotshmëri. Ajeti nuk flet për frikë në rrugën e udhëzimit dhe të ftesës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, drejt devotshmërisë, por flet për frikën që duhet të kenë ata që pengojnë profetin Muhammed në rrugën e udhëzimit. Disa komentues zanorin e fjalës kene dhe emara e kanë komentuar po të ai person mohues sikurse ishte Ebu Xehli, prandaj kuptimi i ajetit bëhet: nëse ai e pranon udhëzimin dhe në vend të pengesës së namazit pranon ftesën e devotshmërisë, sa e dobishme do të jetë kjo gjë për të. Komentimi i parë është më i përshtatshëm. Hulumtim. I gjithë universi është në praninë e Allahut. Prania e Allahut ndihet në të gjithë universin, ndaj duhet të kihet parasysh kjo e vërtet që çdo punë apo vepër që njeriu e kryen shënohet tek Allahu. Në parim i gjithë universi është në praninë e Allahut, asgjë nuk është e fshehur për Allahun, veprat, niyeti, si dhe gjithçka tjetër janë shumë të qarta për krijuesin. Allahu mund të ndikojë në programet e njeriu dhe ta ndalojë atë në kryerjen e veprave të liga, me kush njeriu ta besojë atë në zemrën e tij të ketë vend dhe besimi i tij të jetë i sigurt. Në një hadith lexojmë: adhuroj Allahun në atë mënyrë sikur po e shikon, edhe pse ti nuk e shikon, ai të shikon ty. Transmetohet se një zemër ishte zgjuar, pasi kishte mëkatuar, ishte penduar, gjithkohës qante. E pyetën se pse qan kaq shumë. A nuk e di se Allahu është mëkatfalës, mëshirues? Ajo u përgjigj: po, është e vërtetë që Allahu është mëshirues dhe ka mundësi të më ketë falur, por unë si ta largoj këtë turp dhe këtë mundim, ç'të bëj se turpi nuk më lë?